Sot kemi eklipsin e hënës së re apo eklipsin diellor të pjesshëm në shenjën e Dashit, i cili ndodh në gradën e 8 dhe që do të prek gjithë shenjat kardinale siç janë Dash, Gafore, Peshore dhe Briciap, apo ata që në hartën e tyre astrologjike kanë planete në këto shenjë dhe i kanë afër gradës 8, të 9, të 10, të 7 po e marrim. Ky është eklipsi i fundit që ndodh në poshtin Dash Peshore, nuk do të ndodh më për një 10 vjet të paktën dhe është fillimi i një cikli të ri 6 mujor. Efektet e tij më së shumti ndihen tani në këto edhe në 2 javët e para të prillit, por që do të zjas deri edhe për 6 muaj deri nga tetori të paktën, dhe është koha për të filluar rishtas edhe për të kthyer një faqe të re në jetën tonë. Kjo hënë e re do të reaktivizoj tema dhe çështje të ngjashme me cilat ne jemi përballur kohët e fundit, apo të paktën që nga korriku i vitit të kaluar, sepse në korrik të vitit të kaluar, pra të vitit që lan pas, një periudhë ka qenë te Dashi dhe ka qenë në të njëjtën gradë që ndodhe edhe eklipsi tashmë, pra në gradën e 8. Gjithashtu kemi edhe një tranzit tjetër, siç është gjashkëndshi i Saturnit e Peshqit me Uranin te Demi, që do të sjellë ndryshime pozitive dhe përparime teknologjike. Megjithatë, rreshtimi i Mërkurit, Venusit, Neptunit e Peshqit dhe Mërkurit dhe Venusit që janë retro shkakton shqetësim, frikë dhe pasiguri për këto ndryshime drastike që mund të ndodhin. Gjithashtu mund të jeni të prirur për të besuar në teori konspirative apo pikpamje të çuditshme dhe ekstreme, shpirtërore, fetare. Pra duhet të jeni shumë të qartë me mesazhet tuaja, me komunikimet tuaja, tregoni shumë kujdes në çështjet e biznesit, çështje qeveritare, ligjore, kërkoni këshilla profesionale nëse dëshironi që të nënshkruani një kontratë biznesi. Mbi të gjitha jini të sinqert me veten tuaj dhe me të tjerët, sepse edhe gënjeshtra e bardhë dhe e vogël mund të shkaktojnë ndonjë problem. Mundet që të jeni të pasigurt nga ana tjetër për pamjen tuaj, për imazhin tuaj, dhe një vet imazh i dobët mund të çojë në vështirësi në marrëdhëniet romantike, apo edhe me të tjerët nuk ka rëndësi, domethënë marrëdhënie personale. Gjithashtu mund të përjetoni zhgënjim në jetën tuaj të dashurisë, duke krijuar një imazh të shëmbruar për një interes romantik. Shmangni këtë mbi idealizimin e partnerëve apo personave që njihni, apo dhe që jeni në një njohje, le të themi, duke injoruar gabimet që janë tepër të dukshme tek ata.